Lejoni që teksa shënojmë e kretojmë këtë përvjetor jubilar tonin, t'juroj nga zemra ditëlindjen e 36 të lidhjes demokratike të Kosovës, lëvizjes më të madhe kombëtare për liri, për pavarësi, për demokraci. Janë 36 vjet guxim, qëndrueshmëri dhe përkushtim i palëkundur ndaj idealeve të lirisë, të demokracisë dhe vetështetësisë, një rrugtim historik që ka përcaktuar jo vetëm fatin e shtëpisë sonë të demokracisë, për fatin e vendit dhe gjithë kombit tonë. Këtë ditë, ndërsa jemi mbledhur për të festuar këtë moment historik, ne nderojmë trashëgiminë atyre që hodhën themelet e kësaj lëvizje të madhe, siç dhe reflektojmë për rrugën e gjatë, e të lodhshme, gjithsesi të papërsëritshme, që kemi përshkruar për 36 vjet rresht. Dhe mund në këtë datë historike gjejmë dhe momentin të ripërtrim edhe njëherë zotimin tonë ndaj vlerave dhe parimeve që vazhdojnë të na udhëheqin edhe sot. 36 vjet më parë, saktësisht më 23 dhjetor të vitit të ndryshimit evropian, të vitit 1989, në një atmosferë represioni dhe dëshpërimi, një grup vizionarësh guxuan të ndrojnë për një të ardhme tjetër të Kosovës. Ata ndruan për lirinë, ndruan për demokracinë, ndruan për pavarësinë. Dhe në gjithë këtë ndrrim të tyre, ata themeluan lidhjen demokratike të Kosovës, formacionin e parë dhe të vetëm pavarësisht të popullit të Kosovës. Në krye të kësaj beslidhje, e kësaj lëvizje popullore, qëndronte prisi ynë historik, ati themeltar i shtetit Kosovës, presidenti historik Dr. Ibrahim Rugova. Lindja e LDK-s ishte lindje e aspiratave të artikuluara politike për liri, për pavarësi, për demokraci. Ishte lindje e përpjekjes sonë kolektive për jetë të lirë, të dinjitetshme, të pavarur në shtetin e Kosovës. Sot LDK shënon, nderon dhe ndërton 4 dekada vepruese të saj. Shënon fillimisht dekadën e parë të viteve 90-ta, kur nisi projekte të mëdha identitare e organizative të shtetit Kosovës. LDK organizoi deklaratën e 2 korrikut vitit 90, organizoi kushtetutën e Kaçanikut të 7 shtatorit vitit 90, organizoi referendumin popullor të vitit 1991 dhe në këto ngjarje dhe në të tjera, programi i kësaj shtëpie politike u bë projekt nacional i Kosovës. Si rrjedhoi u krijua sistemi pavarur qeveritar, sistemi institucional i financimit, sistemi i arsimit, i shëndetësisë, sistemi i informimit dhe ai i mbrojtjes dhe i sigurisë. Krijimi, udhëheqja dhe implementimi i këtij organizimi në Kosovë dhe në Mërgat pa asnjë dallim, nga burrat e gratë më të dedikuar të Kosovës, një pjesë e madhe të cilëve dhanë dhe jetë e kaluan nëpër faza të ndryshme persekutimi, ishte bazë e mbijetisës sonë shoqërore, ishte bazë e solidaritetit tonë kolektiv, ishte bazë e mos nënshtrimit tonë popullor. Ndërkaq, politika përbashkuese e unifikuese e Ibrahim Rugovës, politika e tij e paqes, e durimit, e insistimit kokfort për të drejtën e shqiptarëve të Kosovës, u bë udhërrëfim origjinal i rrugtimit ton historik drejt lirisë. Organizimi i sistemeve të LDK-s u bë shtyllë e luftës çlirimtare të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nëpër çdo fshat e qytet të Kosovës. Gjersa politika rugoviste përballë represionit militar e gjenocidial të Serbisë në Kosovë u bë ftesë e intervenimit ndërkombëtar në Kosovë nga aleatët tonë në SBA e në Evropë. Rezistenca shqiptarëve, paqësore militare, aleanca perëndimore e kurorzuar në intervenimin ushtarak të NATO-s, si dhe vetë liria e popullit tonë në fund të shekullit 20, ishin procese të bartura nga vetë lidhja demokratike e Kosovës dhe Ibrahim Rugova. Në dekadën e dytë, dekadën pas lirisë, LDK ndërtoi dhe udhëhoqi rrugtimin tonë fillimisht për ndërtim e më pas dhe për shtetësi.
Mbështetja masive popullore fillim dekadës së dytë ishte konfirmim i mbështetjes së pandryshueshme qytetare për misionin historik të nisur nga LDK dhe prijetari i saj. Në këtë mision historik, LDK udhëhoqej me formimin e institucioneve të reja shtetërore, me krijimin e partneriteteve me misione mbikëqyrëse ndërkombëtare që vepronin në Kosovë, me rimëkëmbjen shoqërore gjatë tranzicionit vështirë dhe mbi gjitha me ndërkombëtarizimin e çështjes së statusit të Kosovës, me bisedime sa patriotike, aq edhe profesionale, e me mirëmbajtjen e aleancave në kryeqendrat botërore. Ky mision u kurrëzua me shpalljen e pavarësisë së Kosovës më 17 shkurt vitit 2008 e me njohjen ndërkombëtare të realitetit shtetar të Republikës sonë. Prandaj të dashur pjesëmarrës, sikurse liria e demokracia edhe pavarësia e Republikës së Kosovës u bart nga vetë lidhja demokratike e Kosovës. Në dekadën e tretë, LDK pati rol thelbësor në forcimin e shtetësisë së re të Kosovës. Vazhdoi me kontributin prijetar në procesit të antarësimit në organizatat më të rëndësishme ndërkombëtare politike në botë, ato ekonomike, kulturore e sportive. Ndërtoi shtyllat e orientimeve kontraktuale me Bashkimin Evropian si aspirat e patjetërsueshme politike, si dhe kontriboi në zhvillimin e gjithëmbashëm shoqëror në nivel qendror e lokal pa dallim. Shtetërtimi i Kosovës, sikurse pavarësia, sikurse liria e demokracia, mbajnë vulën e lidhjes demokratike të Kosovës dhe ky fakt mbetet i pandryshueshëm historik dhe për të ardhmen e kësaj republike. Kauzat tona ishin kauzat të një shteti të lirë, të pavarur e sovran e të integruar në Bashkimin Evropian dhe në NATO dhe me miqësitë përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në shërbim të kësaj kauze, LDK u vendos përballë frymave populiste, përdoruese e keqpërdoruese, që Kosovën e shndruan një rrallëherë në fushë betejë të papërgjegjësisë politike, çmimet e së cilës i paguajmë në veçantë sot. Të 3 dekadat e para u ndërtuan nga veprimtare të devotshme patriotik, sakrifikues e atdashës. Prandaj sot nderojmë secilin antar mbështetës tonin që nga dita e parë e themelimit deri më sot, pa dallim që në periudha kërkesa të ndryshme kohore i dhanë LDK-s e vet Kosovës gjithë potencialin e vet njerëzor e veprues. Mbi të gjitha i nderojmë gjithë ata që në aktin më të lartë patriotik fliuan jetën në altarin e Republikës, si dhe nderojmë gjithë ata të cilëve në pabesinë e hijeve të territ e krimit ju marr jeta. Nderojmë të gjitha strukturat e LDK-s, gjitha niveleve, të gjitha kohrave që shërbyen drejt, me nder, me dinitet në familjen e madhe politike që kemi sot. Kjo shtëpi e madhe e demokracisë është nderuar dhe me fat që në gjirin e vet ka pasur njerëz si ta. Do të jetë natyrisht me fat dhe nderuar kur radhave të saj e rrugës së trasuar nga ta do të shtohen në vazhdimsi për çdo vit e secilin vit të rinj e të reja, burra e gra, nga çdo anë e Kosovës, sepse kjo është pasuria jonë e madhe, e vërtet, njerëzit e LDK-s, ideja e LDK-s, trashëgimia politike e Ibrahim Rrugovës brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Ndjejmë përgjegjësi dhe përgjegjësi shumë të madhe për rolin që LDK duhet të ketë në skenën politike kosovare, jo për fatin e vet politik si parti, por për fatin e të ardhmës së Kosovës, sidomos sot, sidomos tani, sidomos në prag të zgjedhjeve të ardhshme parlamentare që na vijnë këtë fundjavë. Sepse në këto zgjedhje përcaktohet jo vetëm dekada e 4 e lidhjes sonë, por dhe dekada e 4 e aspiratave origjinale të popullit të Kosovës. Kjo dekade 4 është dekade e testit Kosovës pro-perëndimore, është dekade e antarësimit në NATO, e rrugtimit për në Bashkim Evropian, është dekade e zhvillimit, modernizimit, mbajtjes së njerëzve në vend, është dekade e së drejtës së mbarës kundrejt populizmit e theqafjes. Prandaj sot në këtë përvjetor, më duhet të tërheqë kërkoj vëmendjen e secilit antar, secilit mbështetës të LDK-s, për sfidat me cilat përballet Republika jonë, por dhe njëkohësisht me momentumin në të cilën gjendemi si shoqëri, momentum që na ngarkon me përgjegjësi shtesë. Në njërin anë Republika jonë udhëhiqet nga popullet që kanë toksikuar e rënuar secilën shtyllë tonë demokratike, kanë ndarë, kanë përqarë e gjymtuar gjithë kohesionin tonë kombëtar.
Për shkak të një politike të tillë, Kosova nuk po arrin të hedhë hapat e mëdhenj zhvillues në vend, e as të ndërtoj ura bashkëpunimit të brendshme, edhe më pak ura komunikimi me alatët tonë tradicional jashtë. Republika jonë, Kosova, shteti i pavarur e sovran, nuk po dhëhiqet nga besues të saj që e duan të ardhmen, por janë nga akues që na mbajnë të gjithëve në të shkuarën. Është koha që të lëmë ata në shkuarën, vetën dhe popullin e Kosovës, ta prim edhe njëherë drejt së ardhmës. Sepse lidhja jonë 36 vjeçare gjendet sot sërish me thirrjeve të mëdha të popullit Kosovës për ndryshim rrënjësor dhe thelbësor në Republikë. I përgjigjemi fillimisht me mësimet e Ibrahim Rrugovës se forca më e madhe nuk qëndron në dorën tonë të bërë grosht, por në dorën e hapur të shtrirë si fesë për përbashkim ndaj secilit qytetar të Kosovës. Prandaj ne sot dhe jo vetëm sot shtrojmë dorën e përbashkimit ndaj gjithë atyre të djallëve, patriotëve, gjithë rrugovezëve që vazhdojnë të ndrojnë siç ndruan bashkëmoshatarët tonë 36 vite më parë. Por një Kosovë të barabartë mes kombeve tjera evropiane, që e duan unitetin tonë të brendshëm, rrugtimin evropian e mbi gjitha, që i duan e ruajnë parimet themelore të partisë së djathtë, nacional-demokratike, zhvillimore e me orientime të qarta euroatlantike. Shtrojmë dorën e afrimit dhe ndaj aleatëve tonë që për këto vite i kemi mbajtur në distancë si vend, në përmasën e përfundimit tonë të izoluar e heqjes dorë nga integrimi euroatlantik. Do të kthehemi fort, do të kthehemi shpejt, do ta bëjmë ëndrrën tonë evropiane, si evropian që jemi të vërtet. Shtrojmë dorën e thirrjes për gjithë ata të lënë harresë, për mësuesit e Kosovës, mjekët, policët, ushtarët e Republikës, punëtorët, ndërmarrësit me ndihmëtarët e lirë të Kosovës, që para vetës kanë përshkruar tregimin e bukur përpara. Ky tregim do të bëhet me programin tonë zgjedhor, me ekipin tonë, mbi gjitha me vlerat që bën Republikën shtet. LDK ka qenë gjithmonë partia e popullit, si e tillë ne nuk shtyhemi as nga qëllimi i pushtetit, nuk shtyhemi nga qëllimi i privilegjit, shtyhemi nga qëllimi i vetë shtetit. Ne nuk ushqehemi nga ambicia individuale, ne ushqehemi nga përkushtimi i thellë dhe i qëndrueshëm për Kosovën dhe fatin e popullit tonë. Kjo na bën të veçantë, kjo na mban origjinal. Dhe në këtë momentum të mirë që gjendemi sot, mu në prag të festave të fundvitit dhe zgjedhjeve nacionale të këtij dhjetori, le të gjejmë forcën e brendshme, të shfrytëzojmë gjitha energjitë të mbetura që kemi, që 5 ditë nga sot të ketë festë të madhe në Kosovë. Sepse ndryshimi duhet na vi fort dhe s'duhet asgjë ta ndalë atë tashmë. Pra, sot në këtë ditë, në këtë paradite, le të festojmë. Le nderojmë të kaluarën tonë, të përfaqësojmë të tashmen tonë dhe të angazhohemi për të ardhmen tonë. Le të marrim frymëzim nga gëzimi atyre që erdhën përpara nesh dhe të zgjidhim nga sfidat që na presin. Le të shkruajmë së bashku edhe kapitullin tjetër të historisë së Kosovës, një kapitull i përparimit, i unitetit dhe i shpresës. Prandaj, më lejoni me një dëlli për gjithë ju dhe për familjet tuaja, për vetë lidhjen demokratike të Kosovës, shpresën e parë dhe të fundit Republikës Kosovës, t'ju uroj për këtë 36 vjetor, për këtë fund vit dhe për zgjedhjet e ardhshme nacionale. Lejoni të ngrej dulli dhe për vitin që po e lëm pas, e tjetrin që po na vjen, do t'jetë vit i fitores, vit i rrugovizmit, vit i qeverisë së lidhjes demokratike të Kosovës. Sonte festojmë nga nesër, le të ngritemi gjithë, përvini mangët, ngriteni shpresën për të nesërmën dhe rrugën plot dritë që kemi përpara. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft lidhjen demokratike të Kosovës. Ju falenderit nga zemra.